Azza wa Jalla, salatu wa salam i dërguar pejgamberit ton Muhammed alayhi salatu wa salam. Dhe zëndërum, sonë dhe me lenë Allah, do të flasim për 4 emrat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ato janë al-awwalu, wal-akhiru, wal-dhahiru, wal-batin. Al-awwal i pari, al-awwal i pari, al-akhir i fundit pa mbarim, al-dhahir i larti, al-batin po ashtu i afërti, i larti i afërti. Këto emra përmenden nga një herë në Kur'an. Nuk janë përmend sikur se emra tjerë disa herë apo shumë herë. E kemi në surën Al-Hadid ajeti numër 3, huwa al-awwalu wal-akhiru wal-dhahiru wal-batinu wa huwa bi kulli shay'in alim. Pra, këto që i përmendëm, pra i pari, i fundit, i larti dhe i afërmi, dhe ai është më i dishmi për çdo gjë. Pra, edhe është përmendur po ashtu nga një herë janë përmendur me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi alaihi wasallam ka bërë dua tek Allahu azza wa jall dhe i urdhëronte sahabët me bëu me këtë dua, me ngrit duart ka qielli dhe me thonë: O Allah, Zoti i qiejve, Zoti i tokës, Zoti i arshit të madh, Zoti ynë dhe Zoti i çdo gjëje, ti që e bën kokrën dhe bërthamën të mbin, ti që ke zbritur Teuratin, Injilin dhe Furkanin, pra fjala është për Kur'anin, kërkoj mbrojtjen tënde nga dëmi i çdo gjëje që ti e ke në sundim. O Allah, ti je i pari pa fillim, nuk ka askush para teje. Ti je i fundit pa mbarim, nuk ka askush pas teje. Ti je më i larti, nuk ka asgjë mbi ty. Ti je më i afërti, nuk ka asgjë nën ty. Na mundëso t'i kthejmë borxhet dhe na e largo varfërinë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lavdëruar Allahun subhanahu wa taala me këto emra të bukura të Allahut subhanahu wa taala. Dhe në fund e ka bërë këtë lutje, pa na largo borxhin, pra na mundëso t'i kthejmë borxhin, edhe na e largo varfërinë. E patyshim që kur Allahu subhanahu wa taala me këto emra lutet, dhe në një kohë këto emra janë lavdërim për Allahun subhanahu wa taala, e patyshim që lutja është më së pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu na e pranoft lutjet. Amin. Këto vëzë të dashur, pra emri el-awwalu, pra i pari. I pari pa fillim. Pra nuk është i pari sikur se të krijesat, kjo dallon. I pari kur themi për Allahun azza wa jall do të thotë që është i pa fillim Allahu subhanahu wa taala. Ai ishte dhe asgjë tjetër nuk ishte. Më pas të gjitha kanë ardhur, pasi që ishte Allahu subhanahu wa taala. Të gjitha janë krijuar. Pra, kur themi i pari do më thënë në aspektin kohor. Pra, ishte Allahu, ai ishte i pari, pa fillim, pra në aspektin kohor. Dhe askush nuk ishte përpos Allahu subhanahu wa taala. Pra, edhe i pari kur themi për Allahun, pra i pari në aspektin e pushtetit dhe udhëheqjes, ai është i plot fuqishmi Allahu subhanahu wa taala, ai është i pari i cili i prin gjitha çështjeve, kaderit, caktimit të Allahu subhanahu wa taala, krijesave i prin Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu edhe e kemi fjalën po ashtu el-awwalu, e ka dhe një kuptim tjetër që do të thotë është ai i cili i prin pra në gjërave. Pra në radhitje kur themi Hamudan është i pari, të gjitha janë të pra pas ti, pas Allahu subhanahu wa taala, duke u nisur prej melekëve dhe krijesave tjera. Pra i pari, domethënë ai i cili ka përparësi, pra Allahu i pari, ai i cili ka përparësi dhe ai i cili na paraprin. Pra edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
në këtë hadith e ka shpjeguar dhe kuptimin. I ka dhënë kuptim se çka do të thotë i pari, pa në këtë lutje që përmendëm, ka thënë ti je i pari, nuk është askush para teje. Domethënë, nuk është askush para teje. Nuk është askush para Allahut, nuk del para Allahut askush. Nuk ishte edhe para Allahut askush tjetër. Ishte Allahu dhe askush nuk ishte. Ishte Allahu pa fillim. Andaj besimtarët e dinë se e kanë një Zot i cili është i pari në çdo gjë. Edhe për ata i drejton Allahu subhanahu wa taala. Ty të kemi o Zot, ti je i pari, ti i paraprin gjitha çështjeve. Ti i paraprin para caktimit ton. Ti i paraprin krijesave tua. Ti i paraprin me dituri. Askush nuk është para teje. Kur e kemi një Zot të tillë që na paraprin neve, sjell qetësi në zemrën e besimtarit. Sjell butësi, sjell siguri në zemrën e besimtarit. Dihet besimtari i sigurt dhe i garantuar për Allahu subhanahu wa taala, ai është i pari për çdo gjë. Dhe po ashtu thot njëri prej dietarëve, thot i pari është ai i cili i paraprin për Allahu çdo gjë. I pari është qenia që ekzistonte dhe para se të silleshin në ekzistencë krijesat. Ndaj vetëm atij takon përparësia, ka që ekzistonte dhe kur nuk ekzistonte askush dhe asgjë me të. Pa ekzistonte Allahu kur askush dhe asgjë nuk ekzistonte. I pari pa fillim. Po ashtu e kemi dhe emrin tjetër që i bashkangjitet këtij emri El Akhir, pra i fundit, pra është ai i cili do të mbetet i fundit kur çdo gjë do të shkatërrohet. I fundit pa mbarim. I pari pa fillim, për me kuptu më sakt. Dhe i fundit pa mbarim. Themi i fundit sepse ai do të jetë i fundit, por nuk mbaron dhe nuk përfundon Allahu subhanahu wa taala, sikur se krijesat tjera, të gjitha krijesat do të përfundojnë dhe do të shkatërohen, dhe i fundit do të jetë Allahu azza wa jall pa mbarim dhe pa përfundim. I pari dhe i fundit Allahu subhanahu wa taala pa përfundim dhe pa fillim. Pra të që dhe Imam Qayyim thot, ai i paraprin çdo gjëje, pa al-awwal, i pari, me paraprirjen e tij dhe vazhdon të mbetet pas çdo gjëje, me pafundësinë e ekzistencës së tij. Pra do të vazhdon Allahu të mbetet pas çdo gjëje me pafundësinë e ekzistencës së tij. Vëzë nderuam, kur besimtari e njeh Allahun subhanahu wa taala me këto emra, e shifni se, që kemi thënë në fillim të dersit, emrat e Allahut azza wa jall të bukura na njoftojnë neve me Allahun subhanahu wa taala. Me njoft më detajisht dhe më mirë krijuesin ton Allahun azza wa jall. Dhe padyshim që këto na sjellin neve një kuptim më të gjerë dhe një njoftim më të mirë për Allahun subhanahu wa taala, edhe kështu që dhe adhurimet tona janë më të sinqerta karshi Allahut subhanahu wa taala, se kur e dim dhe kur e njohim se çfarë krijuesi dhe çfarë Zoti kemi, elhamdulillah që jemi musliman. Dhe këtë nuk ta ofron asnjë fe tjetër dhe asnjë dituri tjetër përpos diturisë islame, diturisë së bazuar në Kur'an dhe në Sunet, që na njoftojnë neve sa më mirë me krijuesin tonë. Në asnjë fe nuk ka njoftim kaq të detajizuar për krijuesin e tyre që ata i besojnë Zotit të tyre, zotat që i kanë, përpos Islamit. Sepse kjo dituri buron nga dituria Allahut subhanahu wa taala, i cili flet për vetveten e tij. E nuk flet prej hamendjes së njerëzve, por
kjo dituri është e bazuar në Kur'an dhe në sunetin e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra në ditën e Kiametit, vëllezër të dashur, çdo gjë do të përfundon, do të mbetet vetëm Allahu subhanahu wa taala, dhe kjo pra e shpjegon pra emrin e Allahut azza wa jall, pra i fundit pa mbarim. I kemi edhe dy emra tjerë, pra el-Dhahir, më i larti, dhe el-Batin, më i afërti. Pra këto i përmendëm që janë përmend këto të dyja, janë përmend në ajetin e Allahut azza wa jall që e përmendëm, po edhe të dyja pra janë të përmendura në këtë hadith që e përmendëm pak më herët, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pra e lutë Allahun azza wa jall me këto emra, duke thënë ti je më i larti, nuk ka asgjë mbi ty, dhe ti je më i afërti, nuk ka asgjë nën ty. Pra Allahu azza wa jalla është më i larti. Allahu subhanahu wa taala, kur themi është më i larti, kjo nën kupton që asgjë nuk është mbi Allahun azza wa jalla. Pra na tregoj këtë në bedha vetë pejgamberi në këtë lutje, pra dhe s'ka asgjë mbi ty. Po ashtu, kur themi Allahu azza wa jalla është më i larti, domethënë kjo nën kupton që Allahu azza wa jall është më i larti me dituri, më i larti me njohjen e gjërave, më i larti me vlerën e tij, më i larti me pushtetin e tij, me fuqinë e tij, me çdo gjë. Është më i larti Allahu subhanahu wa taala se sa çdo krijesë tjetër, se sa botat që i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Ai është më i larti. Dhe është më i larti edhe me pozicion mbi çdo gjë është Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu e kemi edhe emrin tjetër, pra më i afërti, el-Batin, më i afërti, e themi kështu më i afërti sepse ai i cili i din brendësinë e çdo gjëje. Pra i njeh gjërat nga brenda. Kur themi për dikë, kur dëshirojmë me lavdru dikë që njeh ta zon lëminë e vet, themi i din gjërat në detaje nga brenda. Edhe Allahu subhanahu wa taala është më i afërti sepse i njeh gjërat më së miri. Kanë thënë pra dietarët, i njeh edhe ajo çka sillet në brendin ton, nga mendimet që kalojnë në kokën ton, i di Allahu subhanahu wa taala përse afërmi i di këto gjëra. Pra, për ta syje, Allahu azza wa jall el-Batin është fjala që është më i afërmi në brendin ton, që i din dhe i sheh gjërat që sillen në brendin ton, në gjoksat tona. Pra, e kemi një Zot i cili është më i lartë dhe njëjtën kohë dhe më i afërt. Se është më i lartë me pozicion, me pozitën që e ka Allahu subhanahu wa taala. Njëjtën kohë është më i afërt me diturinë Allahu subhanahu wa taala. Andaj e lutim Allahun azza wa jall me këto që i ka lut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra i pari, i fundit, pra më i larti, më i afërmi, që të njohim Allahun subhanahu wa taala. Edhe në sejdë ti kujtojmë këto, që Allah është i pari pa fillim, i fundit pa mbarim, është më i larti, unë jam më i ult. Për njëjtën kohë, ajo është më afër pranë meje. Edhe ballën kur e vendosin në sejdë, që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, lutin Allahun azza wa jall kur jeni në sejdë, sepse jeni më afër Allahut subhanahu wa taala, edhe me qenë se ai është pra më i larti, por në njëjtën kohë është më i afërti, pra nesh, pra lutjeve tona, sepse ai i din ajo që ka sillet edhe në gjoksat tona. Edhe ato mendime që sillen në kokën tonë, i din Allahu subhanahu wa taala, sepse është më i afërti.
Elusim Allahun Azza wa Jall na udhëzojë në rrugën e drejtë, në të falë gabimet. Elusim Allahun në jepi të rritë të dobishme. Amin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin.